Shumë për ju që po në ndiqni në këto momente i jeni në hava, përse e them, sepse nuk ju është rinovuar leja e qëndrimit, e thënë më thjesht, keni marrë aporripsi pra refuzim. Sa pa dalë ky ligj, kishit dy rrugë, ose të largoheshit nga Greqia, ose të vazhdoni të qëndroni këtu në mënyrë të palishme, me shpresën se dikur mund t'ju jepej një shans tjetër. Ky shans i jepet tani dhe madje edhe leja quhet leje e shansit të dytë. Kjo leje u jepet qytetarëve nga vendet e treta, të cilët kishin leje qëndrimit të paktën për 5 vjet, që tashmë ka skaduar gjatë vitit të fundit para daljes së ligjit, pra në vitin 2025. Kur themi kishin të paktën 5 vjet, nuk themi të kishin leje 5 vjeçare, mund kishin leje 3 vjeçare, po e rëndësishme është që këto 5 vite deri në 2025 të ishin me leje qëndrimi. Dhe erdhi një moment që kjo leje nuk i rinovua dhe edhe në biseda ndërmjet jush, po edhe si thash, edhe mjaft nga ju që na ndiqni, keni këtë problem dhe nuk dini çfarë të bëni. Sipas qarkores, kushtet për marrjen e lejes së qëndrimit të shansit të dytë janë këto: të kishin leje qëndrimit të paktën 5 vjet dhe që leja e fundit u skadoi në vitin 2025. Vazhdojnë të qëndrojnë në Greqi dhe nuk kanë munguar nga Greqia për një periudhë që në total nuk i kalon të 6 muajt deri në datën e aplikimit. Sqarojmë këtu që mungesa 6 mujore ka të bëjë me periudhën nga skadimi i lejes së mëparshme deri në datën e aplikimit për lejen e shansit dytë, ose nga skadimi i VVO-sit në rast se nuk kanë mundur, që nga momenti që VVO-si ju anullua. Kërkesa për rinovim ju refuzua apo ju anullua për shkak se nuk përmbushin kushtet e ligjshme për marrjen e saj. Sa i përket siguracionit, në rast se aplikanti nuk mund të paraqesë siguracion aktiv, do me thënë asfaltësi i kanotit të aktive, mund të depozitojë siguracion privat. Dispozita që përcakton kohën e paraqitjes së aplikimit, mjafton që dispozita nuk përcakton, më falni, kohën e paraqitjes së aplikimit, mjafton që vendimi për refuzimin të jetë marrë vitin e fundit para hyrjes në fuqi të ligjit të ri, do me thënë në vitin 2025.